Sezoni i kumbullave jeshile, shurupi i rrallë që ju ndihmon për tretjen. Zbuloni vlerat e mëdha ushqyese. Kumbullat shahine i kanë bërë shoqëri njerëzimit prej shumë kohësh. Të dhënat shkencore konfirmojnë se këto kumbulla janë përdorur në mjekësinë popullore të qytetërimeve të ndryshme. Muaji maj është ideal për të shijuar kumbullat shahine në çdo cep të Shqipërisë dhe gjende me çmime mjaft të lira. Duke qenë se në këtë periudhë këto kumbulla kanë shkëlqimin e tyre, ja receta e rrallë e shurupit të veçantë të këtyre kumbullave. Përbërësit: 1 kg kumbulla shahine, 1 kg sheqer kaf, 1 kavanoz qelçi, ose një enë të madhe mjaftueshëm sa për të përballuar kumbullat dhe sheqerin. Osim: lajini dhe kullojini kumbullat. Lërini të thahen plotësisht për disa orë. Nëse dëshironi mund t'i shpërndani në një tepsi dhe t'i thani natyralisht. Gjatë tharjes, pastroni mirë kumbullat nga bishtat ose gjethet e mbetura. Heqja e bishtave nuk është e detyrueshme, por në fund të procesit, ato do të lundrojnë në sipërfaqe dhe do të duhet ta kulloni shurupin për t'i hequr ato. Për më tepër, bishtat rrisin gjasat e formimit të mykut në shurup. Hidhni kumbullat e kalbura sepse ato do të prishin shurupin. Sterilizojeni kavanozin e qelçit duke e pastruar me ujë të valuar ose alkool. Hidhni sheqerin dhe kumbullat në shtresa dhe në sasi të barabarta. Sheqeri duhet të hidhet mjaftueshëm sa të krijojë një shtresë të hollë sipër kumbullave. Mbulojeni kavanozin me kapak dhe lëreni në një vend të freskët për 90 ditë. Gjatë këtyre ditëve, përzieni shurupin çdo 2 ditë për rreth 7-10 ditë. Në këtë mënyrë, sheqeri do të shkrihet tërësisht në lëngun e kumbullës. Përzierja duhet të vazhdojë her pas here në harkun kohor të 80 ditëve. Nëse vini re se kumbullat në sipërfaqe kanë marrë një ngjyrë të ndryshme ose njolla të bardha, përzieni shurupin mirë. Sekreti i shurupit të mirë të kumbullës qëndron tek sasia e barabartë e frutave me sheqerin. Por në varësi të madhësisë dhe lëngut të kumbullave, ju mund ta ndryshoni recetën në 1 kg kumbulla me 5 kg sheqer. Në vitet e fundit, studimet kanë treguar se sasia e madhe e acidit citrik te kumbullat e ndihmon organizmin të largojë acidin laktik. Rrjedhimisht të shërohet më shpejt. Kumbullat shahine ndihmojnë sekretimin e gjendrave të gojës dhe enzimave të tretjes duke përmirësuar të gjithë procesin në tërësi. Shurupi i kumbullës shkatëron bakteret e dëmshme dhe ndihmon kundër diares duke përmirësuar funksionin normal të zorrëve. Pirja e shurupit të kumbullave me ujin përmirëson ndjeshëm tretjen. Sidomos pasi e keni tepruar me të ngrënit, forcon imunitetin dhe jep energji të madhe për organizmin. Vlerat e kumbullave. Frutat e kumbullës kanë vlera të larta ushqimore. Ato përmbajnë 8-20% sheqer natyral, acide dhe pektin. Kumbulla shahine përmban kripra minerale të kalciumit, kaliumit, magnezit dhe të hekurit. Kumbulla është e pasur me kalori, proteina dhe vitamina A, B6 dhe D. Kumbulla shahine përmirëson sistemin tretës dhe forcon trupin që të jetë më rezistent ndaj sëmundjeve. Ruan shëndetin e zemrës, parandalon ngritjen e kolesterolit në gjak, atakun në zemër, çrregullimet e rrahjeve të zemrës. Këto fruta ndihmojnë sistemin tretës, lëvizjen dhe pastrimin natyral të zorrëve. Përmirëson shikimin. Ngrënia e 3 kokrave të kumbullës në ditë zvogëlon rrezikun e degradimit molekular dhe formimin e perdeve të syrit. Kumbullat mbrojnë oksidimin e kolesterolit në enët e gjakut dhe aktivizojnë punën e veshkave. Ato ndihmojnë formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ndalojnë anemin. Kumbullat shahine largojnë toksinat nga trupi dhe lodhjen. Ato janë të dobishme për të sëmurët me diabet dhe funksionojnë edhe si parandaluese e tij. Kumbulla ndihmon për shëndetin dhe formimin e kockave. Përmirësojnë densitetin e tyre që shkaktohet nga mosha. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.